Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sura El Fajr, ajetet nga 21 deri te ajeti 26. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Por ani, kur toka të bëhet copë thërime, kur të vi Zoti yt për të ndarë gjykimin me engjëjt të rreshtuar radh pas radhe, dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por ç'i duhet se u kujtua. Ai do të thotë, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time. Atë ditë askush nuk do të dënoj siç dënon ai, e askush nuk do të lidh në pranga siç lidh ai. Komentimi: ditën që nuk bën dobi për mendja. Në ndjekje të kritikave që u bën më lart për sa u përket kriminalëve, adhuruesve të kësaj bote si dhe dhunuesve të së drejtës së të tjerëve, do të hasim në një tjetër aspekt që është dhënia e mundësisë dhe paralajmërimi për ditën e Kiametit. Paralajmërimi është që ata të përgatiten për dhënien e llogarisë. Nuk është ashtu sikur sa ata mendojnë që nuk do të ketë dhënie llogarie, edhe nëse Allahu ka falur atyre pasuri, është për t'i respektuar dhe jo për t'i sprovuar ata. Por ani, kur toka të bëhet copë thërime. Fjala e dekku në origjinal ka kuptimin tokë zbutur dhe e shtrirë. E dekkan i thon një tokë që është e shtrirë dhe e sheshtë, ndërsa dekken i thon një platformë që është e shtrirë dhe përdoret për të ulur. Përsëritja e fjalës e dekketu në ajetin e mësipërm është përtheksuar. Nëse i përllogarisim së bashku ky interpretim na flet për tërmetin dhe ngjarjen tronditse të përfundimit të kësaj bote dhe fillimin e ringjalljes, tronditja e tërmetit do të jetë aq e madhe sa që të gjitha malet do të tërmohen dhe toka do të sheshohet, sikur është cituar edhe në ajetet 105 deri te ajeti 107 të surës Taha, kur të pyesin ty o Muhammed për malet, thuaj ato do t'i bëj hije pluhur Zoti im, ndërsa toka do të bëhet fushë shkret, nuk do të shohësh në të as lugina, as brigje. Pas përfundimit të stadit të parë të ringjalljes që është përmbytja e kësaj bote, nis stadi i dytë që është rikthimi i të gjithë njerëzve në jetë. Në këtë moment të gjithë njerëzit vihen përballë drejtësisë hyjnore dhe nis urdhri i Zotit, ku engjëjt vihen në rjesht, kur të vi Zoti yt për të ndarë gjykimin me engjëj të rreshtuar radh pas radhe. Engjëjt vihen në radh për të zbatuar urdhrat e Allahut. Kjo është një pamje nga ajo ditë e frikshme dhe nuk ka mundësi për t'u larguar nga dënimi. Si fjalia gje robbuket vi Zoti yt nënkupton ardhjen e urdhrit të Allahut dhe dhënien e llogarisë të gjithë krijesave. Mendohet se është shfaqje e shenjave të mëdha të Allahut ose qëllimi është për shfaqjen e Allahut. Si dia e tij në atë ditë, ku asnjë nuk do të guxojë të mohojë, kjo gjë do duket sikur po shikohet me sy qenia e pashoq e Allahut. Sido që tjetër është e sigurt se nuk ka të bëjë me ardhjen e Allahut si trup, sepse ai është i pastër për të pasur trup apo ngjashmëri me trupin. Po këtë kuptime shikojmë qartë në hadithin e Imam Ali ibn Musa er-Ridha, paqja e Zotit qoftë mbi të. Dëshmi e këtij komentimi është ajeti 33 i surës An-Nahl, a mos presin ata gjë tjetër veç ardhjes së engjëjve apo të urdhrit të Zotit tënd. Fjala saffen safa ka të bëjë me radhitjen në rrjeshta të ndryshëm të engjëjve në ditën e fundit. Ka mundësi që engjëjt e secilit qiell do të rreshtohen në një rrjesht të veçantë dhe kështu ata rrethojnë të gjithë njerëzit në ditën e gjykimit. Më tej shton dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por ç'i duhet se u kujtua. Në atë ditë do të bëjnë gati xhehenemin dhe në atë ditë njeriu do të kritikohet, por sa vlerë do të ketë kjo, sepse ky qortim nuk do të ketë vlerë. Nga ky interpretim mund të thuhet se xhehenemi është i lëvizshëm dhe afrohet te kriminalët, sikurse thuhet për xhenetin në ajetin 90 të surës Ash-Shuara, atë ditë xheneti do t'u afrohet besimtarëve të devotshëm. Edhe pse disa komentues dëshirojnë ta interpretojnë këtë kuptim si figurativ për shfaqjen e xhenetit dhe të xhehenemit përballë këndvështrimit të punëmirëve dhe punëkeqive, nuk ekziston një argument që të jetë i kundërta apo në kundërshtim me paraqitjen. Do të ishte më mirë që ata ta braktisin me paraqitjen e tij, sepse e vërteta e botës së Kiametit për ne është saktësisht e qartë. Po ashtu kushtet që mbizotojnë atje me këtu kanë një ndryshim shumë të madh, kështu nuk do të kishte kuptim që në atë ditë xheneti dhe xhehenemi të ndronin vend. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: kur zbriti ajeti dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por ç'i duhet se u kujtua, ngjyra e fytyrës së tij ndryshoi. Kjo gjendje për shokët u duke dhimbshme. Disa prej tyre vajtën pranë Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe i folën për çështjen. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, shkoi pranë profetit Muhammed
Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, duke e puthur te 2 supet i tha: "O i dërguari i Allahut, nëna dhe babai im tu bëfshin kurban, çfarë kanë ngjarë?" Xhebraili më ka lexuar këtë ajet mua, tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si do ta sillin xhehenemin. E pyeta të dërguarin e Allahut: 70.000 engjëj me 70.000 frena do e tërheqin dhe do e sillin. Kjo gjë do të inspektohet, sepse nëse do e braktisin të gjithë, do i zër zjarri, më pas unë do të qëndroj përballë xhehenemit dhe ai do thotë: "O Muhammed, unë s'kam punë me ty. Allahu ma ka ndaluar mishin tënd." Në atë ditë askush nuk mendon për të tjerët përveç profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që thotë: "Rabbi ummeti ummeti", o Zoti im, ummeti im, ummeti im. U përgjigj profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur një kriminal e shikon këtë gjendje, ai lëviz, zgjohet, qenien e tij e përshkon trishtimi dhe tkurja, ai vështron të kaluarën e tij, bëhet shumë pishman për të, por tashmë asgjë nuk ka më asnjë vlerë. Njeriu shpreson të kthehet dhe të shlyejë të shkuarën e tij, por dyert e kthimit janë të mbyllura. Ata kërkojnë të pendohen, por koha e pendimit ka kaluar. Ata dëshirojnë të kryejnë punë të pëlqyera, por dosja e tyre është e mbyllur. Kur e shikojnë këtë gjendje, atyre u del nga zemra zëri dhe thon: "Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time." Është për tu habitur se nuk thot: "Ah, sikur të bëj punë të mira për ahiretin", por për jetën time. A thua se fjala hayat, jetë, nuk është e denjë për jetën e përtejme, po ashtu jeta kalimtare mbushur me lloje të ndryshme pasionesh në këtë botë nuk përllogaritet si jetë. Në ajetin 64 të surës Al-Ankebut lexojmë: "Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se argëtim dhe lojë, ndërsa jeta e botës tjetër pikërisht ajo është jeta e vërtetë, veç sikur ta dinin." Ata që e konsideruan si plaçk mallin e jetimit dhe nuk lan kafshat për të uriturit, morën mallin nga njëri tek tjetri dhe dashuria e tyre vetme ishte pasuria. Këta janë ata që në atë ditë do të thonë: "Ah, sikur të kishin bërë diçka për jetën e përtejme." Por kjo dëshirë nuk do të realizohet kurrë. Më pas, me dy fjalë të shkurtra shpjegohet presioni i dënimit në atë ditë askush nuk do të dënoj siç dënon ai. Në atë ditë Allahu i dënon ata në atë mënyrë të tillë saqë askush tjetër nuk do të ketë ngjashëm me dënimin e tij. Këta kriminal që kur kishin pushtet e fuqi kryenin krime të këqija dhe mëkate më të mëdha, në atë ditë do të dënohen aq shumë saqë nuk do të kenë pasardhës. Ashtu edhe punë mirë do të shpërblehen dhe askush nuk do ta paramendoj mënyrën e shpërblimit, sepse Allahu është edhe i gjithë mëshirshëm, edhe mëshirbërës, dhe po ashtu është edhe dënuesi i madh. Askush nuk do të lidh në pranga siç lidh ai. Në atë ditë askush nuk do të lidh sikur se lidh në pranga Allahu. Askush nuk dënon si Allahu. E përse të mos jetë kështu? Këta kriminal janë sjell keq, kanë lënduar, kanë dënuar njerëz të pafajshëm të Allahut. Ata sa kanë pasur mundësi dhe fuqi kanë lidhur e kanë dënuar njerëz me tortura nga më të ndryshmet.